Përdorimi I qelizave am për shërimin e sëmundjeve të ndryshme parashikohet të vihet në zbatim edhe në Maltëzi. Për punën që ka bërë Rotary Klubi Ulqinit për këtë çështje dhe për veprimtaritë të tjera flet kryetari I shoqatës Shoquri Resul Begović, të cilin e intervistoi gazetari ynë Haxhi Shabani. Ju keni marrë pjesë në një veprimtari në Barlet të Italisë që ka të bëjë me krijimin e parakushteve për marrjen e qelizave am bazë në plancetën e nënës, të cilat ruhen në kushte të volishme dhe më vonë mund të përdoren për shërimin e disa sëmundjeve që janë të rrezikshme. A mund të na sqaroni këtë pjesëmarrje tuaj dhe si do të vazhdojë? Na kena qenë si Rotary Klubi Ulqinit një delegacion prej 8 veç, kena qenë Bari, konkretisht kena qenë Barlet me 12 këtij muaj, ku kena marrë pjesë në inaugurim programit, cilin e ka inicu Rotary Fondacioni, ere cili ish inauguru në Barlet në atë ditë atje. Ja vetëm se kena qenë na, pa kanë qenë me ne, si thuhet kryetari I Regjes Pula, Niki Vendolla, ka qenë profesor doktor Franco Aversa, cili është njëri prej emrave më të njohur në botë prej kësaj lami. Normalisht kanë qenë edhe këtij projekt I shnap një rëndësi I veçantë në qendrën medicinale në Barlet. Si thave të reju, këta qeljet amzes ose qeljet stam ose qeljet am ta merren prej placentës, ata merren pas I varse rrezikut për nan ose për fëmijë cili lindur. Ata ruhen munden më rujt shumë vit edhe në tokat evropiane. Aja punë kushton dikun rreth 1800 eurosh për të rujtën për 20 vjet. Po, si do të mund të zbatohet tash kjo teknikë që duket se është shumë bashkohore edhe në Malin e Zi, cila është dinamika dhe mundësia e zbatimit të saj? Pa, a dini çka, tash në Mal të Zi para një muaji ish miratu ligji mbi marrjen dhe transplantave pjesëve trupit njeriut për qëllimin E shërimit. Mirë pa, ky ligj ka me fillu mu realizu mas një vjete, dhe me thanë një vjet ish lanë Ministrisë Shnetit me pru një regulore ku ka mu regullu si merren, si ruhen edhe si përderohen qelia tam. Këta qelia janë fort të rëndësishëm, ka në shërimit prej smundjeve tranta si ish leukemia, si ish Alzheimerova, liksina Alzheimer, si janë tan liksinat I gjakut, edhe si janë liksinat cilat kanë lidhje me imunitet. Dhe cilat janë shanset që në Maltëzi të vi kjo aparatur, pasi siç po thoni në Barlet të Italisë është blerë kjo aparatur, por edhe atje duhet pritet një kohë për të vënë në zbatim. Ashtu ish Rotary Fondacioni ka hap $175,000 mu ble kja aparatur, me imen të tanë nuk isha sa tje e blemun, mirë pa ata ka një zdaj se për mrena 2 vjeç tësh kompletojnë të tanë e aparatur cila ka me qenë e nevojshme për më rujt këta qelja. Në këtë kohë, si thaç ma përpara, për një vjet, cila kohë duhet Ministrisë të Shnetësisë me pru reguloren, na kena me kontaktu Ministrinë I Shnetësisë, ere kena me jashtru të tanë këta punë që kena ba na deri tesh, si me mujt erena, si rotarian, me një si thot, marveshja në Ministrisë tonë edhe Ministrisë të Italijës, se ata kanë qenë prezent aty, me mujt disesi mu afrit, si me mujt me pas erena, ja veton rotarian, pare qytetar të Malit Zi me pas dobi për kësaj punë. Sigurisht. Rotary Klubi në Ulqin është I njohur edhe me veprimtari të tjera. Tashmë janë realizuar disa projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën. Sigurisht që keni ndërmend edhe të realizoni edhe projekte të tjera. Po ashtu ish, na kena ba, si thotë, njëri pi projektit më I madh joni ka qenë ky gadituni I Kronit në Kala, në Topane. Masalena na tesh para një muaji kena mjell 104 pisha fildana pishave në pyll të pishave Ulqinit si 104 vjet për cilat ekziston
rotari në botë. Tash kena mendim me gadit një 4 toalete në shkollën fillore Marshall Tito. Me siguri kena mi gadit derisa ka menjat pushimi dimnit të fëmijëve.